Unë këtë kërkoj nga bashkia. Përse pallati im e shprish pa leje nga Këshilli Bashkiak. Tipologjia dhe shkeljet e bashkisë kanë qenë të natyrave të ndryshme. Këto nuk janë vendime të një personi. Mëngjesi i 28 janarit të vitit 2021 duhet të ishte një ditë normale për Asqeri Xhanarin. Pas 27 vitesh jetese në lagjen Hakis Tërmilli në kombinat, ai nuk do e besonte se do të humbte gjithçka brenda pak minutave. Pas një paralajmërim, fadromat e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit u shfaqën në zonë dhe nisën shembjen e pallateve. Në pak orë, godina ku ai jetonte nisi të shkatërrohej. Unë këtë kërkoj nga bashkia. Përse pallati im e shprish pa leje nga Këshilli Bashkiak. Me sa di, me sa mbaj mend, si u prish pallati, ne kemi kërkuar nga Këshilli Bashkiak të na jepet një njoftim nëse ka vendim për prishjen e këtij pallati apo jo. Dhe po Këshilli Bashkiak na ka kthyer një përgjigje me numër protokolli të rregullt që nuk ka vendim për prishjen e pallatit 140 në kombinat. Këtu unë them Këshilli Bashkiak, kryetar, nënkryetar, kryetari i IMT, si quhen këta kanë prishur një ndërtesë pa vendim. Por Asqeriu nuk u largua në heshtje. Ai bëri kallëzim në prokurorinë e Tiranës, duke pretenduar se banesa e tij ishte shembur pa vendim të Këshillit Bashkiak dhe jashtë çdo procedure ligjore. Kemi bërë 2 kallëzime, një kallëzim penal dhe një administrativ. Kallëzimin penal e kemi bërë për faktin pse pallatin 140, pse hyrjet e mia, flas në aspektin individual se ai është prishur si pallati gjithi, pse janë prish pa leje nga Këshilli Bashkiak. Fillimisht çështja u mbyll pa hetime të mëtejshme, por më pas gjykata urdhëroi rihapjen e hetimeve. Dokumentet e Bashkisë së Tiranës tregonin se pallati numër 140 ku jetonte Asqeriu ishte shembur gjatë periudhës gusht-shtator 2021, ndërkohë që banorët pretenduan se pallati u shemb më 28 janar 2021, 8 muaj para se të dokumentohej. Madje, rezulton se në atë ditë në vendngjarje kanë qenë edhe automjete zjarr fikse nga ora 8:23 e mëngjesit deri në orën 13:10 minuta. Një tjetër element i rëndësishëm i hetimeve lidhet me vendimin e Këshillit Bashkiak për prishjen e 15 pallateve, përfshirë dhe pallatin e Asqeriut. Ky vendim është miratuar më 1 mars 2021, pra më shumë se një muaj pasi pallati ishte shembur. Hetimet zbuluan se fadromat rënuan pallatet në kombinat dhe nuk ekzistonte asnjë bazë ligjore që të justifikonte vendimet e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit. Pas gati 4 vite hetimesh, gjykata caktoi masa sigurie e arrest shtëpie për 2 drejtues të lartë të Bashkisë së Tiranës, ndërsa 5 zyrtarë të tjerë dhe përfaqësues të kompanive private u lanë në detyrim paraqitjeje. Ata akuzohen për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre, një skem që dyshohet se është kryer në bashkëpunim. Gjatë marrjes në pyetje, shumë prej zyrtarëve kanë mohuar përgjegjësinë personale, duke përdorur shprehje si nuk e mbaj mend, nuk kam qenë në terren, apo nuk ka qenë fare nën përgjegjësinë time, duke refuzuar kështu të mbajnë përgjegjësi. Por, për avokaten Irena Dule, e cila përfaqëson në gjykatë rreth 30 çështje të ngritura nga banorët që kanë humbur banesat për shkak të vendimit të Këshillit Bashkiak, tërmeti është shfrytëzuar si shkak për demolimin e objekteve në kombinat. Mas tërmetit doli një legjislacion i plot bashkë me aktet në ligjore për rregullimin e pasojave të tërmetit. Pjesa më e madhe e çështjeve janë ndjekur nga zyra ime, që janë kundërshtuar të vendimarrje në bashki. Tipologjia dhe shkeljet e bashkisë kanë qenë të natyrave të ndryshme. Ka patur raste që dhe vendimi i Këshillit Bashkiak mungonte për të prishur një ndërtesë dhe ndërtesa është prishur pastaj nga IMT-ja. Ka patur raste që janë dhënë leje ndërtimi për ristrukturimin e ndërtesave në mënyrë dhe këto të pakontrolluara dhe me rrugë komplet ekstraligjore. Pra, siç doli ai legjislacion, u shkel në shumë kahe nga bashkia, të paktën Bashkia Tiranë. Zona e kombinatit do të përballej me një nga projektet kryesore sipas kryebashkiakut Erion Veliaj, ku parashikohej ndërtimi një lagjeje të re moderne në kuadër të projektit kombinat. Por banorët u përballën me pasiguri, zhvendosje dhe procese të gjata gjyqësore në kërkim të një çatie të re. Kombinati është shembulli tipik që i ka përmbledhur të gjitha tipologjitë e shkeljeve. Të gjitha tipologjitë them që nga momenti që vendimet janë marrë duke shkelur gjithë procedurat, po dhe duke se nuk është thjesht çështje e shkeljeve të procedurave se u bë ky akti këtu apo mungoi akti aty. Aty ka patur shkelje që çuan deri në nivel falsifikimesh.
Pra, dhe falsifikime kam fjalën jo vetëm falsifikim u hodh firma apo nuk u hodh firma, falsifikim në faktet që u treguan. Për shembull, inxhinier të përfshirë kanë bërë akt ekspertiza pa qenë fare në terren ndonjëherë, sepse akt ekspertizat janë shoqëruar me foto të një pallati kur shembit kanë qenë vendimi për shembull është marrë për një pallat tjetër, për një objekt tjetër. Përveç se të gjitha akt ekspertizat, pak në 30 çështje që zyra ime ka ndjekur, akt ekspertizat janë konsideruar me fakte të falsifikuara, ku është treguar që niveli i dëmtimeve ka qenë shumë herë më i madh se sa i reflektuar në ekspertizat që janë mbajtur pastaj gjatë kohës shfrytëzimit gjyqësor. Për Edmond Çatën, përfaqësuesi i grupimit për kombinatin, një lëvizje kjo që i bashkoi banorët e zonës për të kundërshtuar vendimet abuzive të Këshillit Bashkiak, vendimarrja e rënimit të pallateve e kalonte Bashkinë e Tiranës. Këto nuk janë vendimet të një personi. Sigurisht ne dim që ideatori i gjithë katraurës kombinat është Edi Rama, me ushtarin e tij Erion Veliaj. Çështja është ata që kanë zbatuar idet e Edi Ramës me në krye Erion Veliajn janë persona që kanë vënë firmë diku. Pas tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, rindërtimi u prezantua si një projekt madhor për transformimin e zonave të dëmtuara, përfshirë kombinatin, Pesmajin apo zona të tjera në Tiranë dhe qytete të ndryshme të vendit. Por në të vërtetë, procesi u shoqërua me zhvendosje dhe procese të gjata ligjore, dhe ky projekt është shoqëruar me dyshime për mënyrën e zbatimit dhe me pasoja sociale që vazhdojnë edhe sot. Vendimarrja ka shkaktuar probleme dhe janë shkelur të drejta njerëzish aty, një pjesë e mirë e pallateve dhe janë shembur, kanë arritur se nuk kanë arritur dot të mbrohen gjyqësisht edhe për faktin se vetë banorët i kanë besuar në momentin e parë që bashkia po bënte më të mirën për ta, do ndërtonte banesa të reja në truallin ku do të shembe e vjetra, gjë që nuk ishte në asnjë rast e vërtet. Ka banor që nuk kanë arritur të fitojnë për shembull dëmshpërblimet për shtëpitë e prishura, sepse çështjet janë akoma në gjykat. Dëm buxhetit të shtetit është shkaktuar në disa kahe, i shkaktuar edhe qoftë me tenderimet që kanë bërë në mënyrë të pabazuar, por edhe me vetë akt ekspertizat e thelluara ku është bazuar pastaj vendimarrja dhe ato kanë patur një kosto të jashtëzakonshme. Por unë mendoj që secila nga çështjet që ka shkuar në gjykatë administrative dhe është konstatuar që vendimarrja është bazuar mbi fakte të rreme, secila nga ato është një potencial për ndjekje penale patjetër.